Falenderimet i takojnë Allahut, Zotit botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Nuk ka krenari vetëse në bindjen ndaj tij, dhe nuk ka lumturi vetëm se në kënaqësinë e tij. Si dhe nuk ka mirësi të vërtetë përveç se me përkujtimin e tij, i cili kur i bindesh të falenderon. Kur i bën mëkat, pranon pendimin, e fal, e mëshiron. Kur i lutesh, i përgjigjet lutjes, e kur kërkon mbrojtje, ai të mbron. Dëshmoj se edhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gjabir ibn Abdullah, një nga shokët e pejgamberit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kur u kthye tek i dërguari i Allahut, grupi i muhaxhirëve, pra emigrantëve që ishin në Abisini, ai u tha: a nuk do më tregoni për gjërat më të çuditshme që keni parë në tokën e Abisinis? Disa djemë të ri nga mesi i tyre u përgjigjen: po, i dërguari i Allahut. Ndërsa ishim të ulur pranë nesh, kaloi një e moshuar nga morgeshat e tyre, e cila mbante mbi krye një qyp me ujë. Aty pranë kaloi një djalë i ri prej tyre, i cili vendosi një dorë në mes të shpatullave të saj dhe e shtyu me forcë. Ajo ra mbi gjunjë dhe qypi i saj u thye. Kur u ngrit, u kthye nga i djalë dhe i tha: do ta marrësh vesh, o i pabes. Atëherë kur Allahu të vendos fronin, të tuboj të parët dhe të fundit, e kur të flasin duart e këmbët për atë që kanë punuar, atëherë do ta marrësh vesh se si do të jetë çështja ime dhe e jotja. Gjabiri tha: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, atëherë tha: e ka thënë të vërtetën. E ka thënë të vërtetën. Si mund ta pastrojë e ta bekojë Allahu një popull kur të dobëtit e tyre nuk e marrin dot të drejtën e tyre nga të fortit e tyre? Vëllezër dhe ju motra, robër të Allahut, zullumi dhe padrejtësia është një emet e madhe dhe një krim i rënd që i hap veprat e mira. Sjell fatkeqësi, mbjell armiqësi e grindje, shkakton shkëputjen e lidhjeve e mos bindjen ndaj prindërve dhe e shndërron jetën e njerëzve në një ferr, mjerim, turbullir e sprov. Zullum do të thotë te i kalim i kufive që ka caktuar Zoti i madhëruar. Zullumi është cënimi i ligjeve të Allahut dhe të dërguarit të tij, si dhe cënimi i të drejtave të të tjerëve. Për shkak të dëmeve të shumta të padrejtësisë dhe rrezikut të tij të madh dhe të ligave të tij të shumta, Allahu e ka bërë atë të ndaluar mes robërve të tij, ashtu siç e ka ndaluar atë për vete. Allahu i madhëruar në një hadith kutsi ka thënë: o robërit e mi, unë e kam bërë padrejtësinë të ndaluar për veten time dhe e kam bërë atë të ndaluar mes jush. Prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. E gjithë kjo për shkak të pasojave të tij shkatërruese mbi popujt dhe ndikimin e tij shkatërrues mbi shoqërinë. Nuk është faqur zullumi tek një popull vetë se ka qenë shkak për shkatërimin e tyre dhe për shpejtimin e ndëshkimit mbi ta. Allahu i madhëruar thotë: i këtillë është ndëshkimi i Zotit tënd kur ndëshkon fshatrat e qytetet kur ato bëjnë zullum. Vërtet ndëshkimi i tij është i dhimbshëm e i ashpër. Zullumqarin nuk e do Allahu, nuk e udhëzon, përkundrazi. Shpeshherë zullumqari është i privuar nga shpëtimi dhe fitoria si në këtë botë dhe në botën tjetër, sidomos kur ai e mbush kupën. Medito në fjalën Allahu xhelleshanu, i cili thotë: dhe Allahu nuk i do zullumqarët. Medito dhe në fjalën e tij: ata që nuk besuan dhe bën zullum, Allahu nuk ka për t'i falur, e as për t'i udhëzuar në ndonjë rrugë, përveç se në rrugën e xhehenemit, ku do t'jenë përgjithmonë, dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. O ju besimtar, të mos mendoj askush se zullumi i tij ndaj robërve të Zotit, përmes goditjes, ofendimit, sharjes, falsifikimit, ngrënies së pasurisë me të padrejtë,
cënimit të nderit, derdhjes së gjakut, përgojimit, mbartjes së fjalëve, talljes, përqeshjes, lëndimit të dinjitetit apo vonesës dhe zvarritjes me dashje të shlyerjes së borxheve e të tjera si këto, do të jenë të lehta për të, apo do të humbasin e do të shkojnë pa llogari e pa ndëshkim. Kur, pashallahu, kur. Përkundazi, patjetër që si zullumqari, ashtu dhe ai që i është bërë zullum do të qëndrojnë para Allahut të plotfuqishëm në gjyqin e drejtësisë hyjnore, në mënyrë që ai të gjykojë mes tyre me drejtësi të plot. Në atë ditë nuk ka zullum, nuk ka ndërmjetësim me mik, nuk ka post, nuk ka rishfet e as dëshmi të rreme. Allahu i madhëruar thot: Allahu do të gjykojë mes jush në ditën e gjykimit për ato gjëra rreth të cilave ju kundërshtoheshit. Transmetohet nga Ebu Hurajra se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut, ka thënë: me të vërtetë, do t'ju ktheni të drejtat të zotëve të tyre në ditën e gjykimit, saqë do të merret hak edhe për delen pa brirë, kundrejt deles me brirë që e ka goditur atë. O ju musliman, vërtet zullumi është i ndaluar në çdo gjë dhe ndaj çdo njeriu. Dietari islam Ibn Taymije, Allahu e mëshiroft, ka thënë: prandaj, drejtësia është një çështje e detyrueshme për çdo gjë dhe ndaj çdo kujt. Kurse zullumi, pra padrejtësia, është i ndaluar në çdo gjë dhe ndaj çdo kujt. Kësaj nuk lejohet zullumi ndaj njerëzve në parim, qofshin ata musliman apo jo musliman, madje qoftë edhe vetë zullumqari. Prandaj le të kemi frikë Allahun dhe të kujtojmë fjalën e Allahut i cili thotë: e ti kurse si mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që bëjnë zullumqarët. Ai vetëm se po jep atyre afat deri në ditën kur sytë e tyre do të mbeten të zgurdulluar nga tmerri. Robër të Allahut. Vërtet Allahu i madhëruar i ka kërcënuar zullumqarët me një ndëshkim të dhëmshëm në të dyja botët. Dhe kjo është ngushëllim për ata që u është bërë zullum dhe padrejsi. Ndër pasojat e zullumet janë se zullumqari nuk gëzon një jetë të qetë. Ai jeton me një ndjenjë të vazhdueshme frike dhe ankthi, duke u friksuar nga hakmarrja e të dëmtuarve dhe nga lutjet e tyre që nuk refuzohen kurrë. Gjithashtu, ndër pasojat e zullumit janë sprovat që e godasin atë si shkak i lutjeve të të dëmtuarve dhe lutjeve të tyre me përgjegjësi ndaj Allahut për të marrë hak. Sa herë këto lutje u kanë turbulluar dhe hidhëruar jetën zullumqarëve. Sa herë u kanë sjell atyre dhimbje, sëmundje tek vetja, fëmijët dhe humbje të pasurisë, tortura apo fatkeqësi të tjera. I dërguari i Allahut ka thënë: 3 lutje nuk refuzohen. Ndërto, lutja atij që i është bërë padrejsi, e cila ngrihet mbi re. Për të hapen dyert e qiellit dhe Allahu i lartësuar thotë: pasha krenarinë dhe madhështinë time, do të ndihmoj qoftë dhe pas një kohe. Ndërsa në botën tjetër, gjëja e parë që godet zullumqarin është mallkimi i Zotit. Allahu thotë: ditën kur zullumqarëve nuk do t'u bëj dobi arsyetimi i tyre. Për ta është mallkimi dhe për ta është vendbanimi më i keq. Meditoni kur zullumqari të rrethohet nga paditësit e tij ditën e gjykimit, ku secili kërkon të marrë të drejtën e tij. Dikush i kap dorën, ai tjetri i kapet prej qafe, ky thot më bëri zullum duke më mashtruar, tjetri thot më bëri zullum e më hante pasurinë, i treti thot më bëri zullum e më përgojoi, një tjetër shpifi e gënjeu për mua. Bashortja e cila do të thot më bëri zullum, e një tjetër që do të thot më hëngri trashëgimin e kështu me radhë. Çfarë fatkeqësie dhe çfarë dëshpërimi, kur Zoti i lartësuar të vijë për të gjykuar mes robërve të tij me gjykimin e tij të drejtë. Kur zullumqari të shoh e të kuptojë se është i falimentuar, i varfër, i pafuqishëm dhe i poshtruar, pamundur të kthejë asnjë të drejtë e pamundur të paraqesë asnjë arsyetim. Dhe pas të gjitha këtyre, zullumqarët do të qëndrojnë në zjarrin e xhehenemit për aq kohë sa dojë Allahu.
ai do të jetë përfundimi i tyre. E sa përfundim i keq dhe sa fundi mirë. Ashtu siç thot Allahu, dhe do të thuat atyre që bën zullum, shijojeni ndëshkimin e zjarrit, të cilin e përgënjeshtronit.